Unë në Gjermani jetoj, jam veteran I luftës, veti 30 vëlla, I marrë sot në protesta, mi liru vllazën e tonë, pa faqë. Që një kohë gjatë në fakt që janë të gjyku, u mbajtë një protestë në Kosovë, ishte shumë madhështore në fakt, sa po pritni që me qenë e frytshme edhe kjo? Sa ma shpejt, mu liru këta, pa faqë. Qysh po një është krahu I luftës, do të shokët e të vetë veteran, janë duke u gjyku këtë? Shumë keq, shumë keq. Që tash më thonë, në kanëp me ro për ta jemi si hinë, e mi liru ata. A ke njoft na Janin personalisht? Jakupin e kom edhe se bebë gjithë I kom njoft. Unë jem pjesëtar I UÇK-s në Koshare, kom marrë pjesë, veti 30 vëlla. A pritove se të me marrë për Gjermani? Jo. Me kënë ke ardhë? Kom marrë me shokë që ata për para hecen, jom shumë... I emocionum? I emocionum. Po shpresoj që me shku kjo ditë mbarë dhe mirë edhe urej që me qenë e frytshme. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve.